Këtë do ta kemi edhe Gjevdet Smakiqin. Zoti Smakiqi, faleminderit shumë që jeni bashkë me ne. Mirë mbrëma, për ju në studio. Po filloj me zotin Halilaj, me qenë se kemi këtu në studio. Po ati pastisin sot në Ministrinë e Bujqësisë, për çfarë bëhet fjalë? Realisht, ky rast shihet që është në fazën e parë të hetimeve, në stadin e parë që quhem ne të procedurës penale. Është realisht çdo hetim është i mirëpritur dhe duhet të mirëpritet dhe të përkrahet nga të gjithë, sepse prokurori dhe mekanizmat tjerë që marrin pjesë në procedurë kanë qëllim, parimisht duhet të kenë qëllim zbardhjen e çdo vepre për cilën dyshohet të pretenduar, mirë po edhe sigurimin e provave me qëllim që të ardhmen pas një zhvillim të një procedure të njëjtat prova të procedurën e gjykatës nëse ka elemente të veprës penale. Mirë po, shqetësuese është fakti që ka ajo informat dhe sa është e besueshme ajo informat që të aktivizohen të gjitha ata mekanizma ligjor, të trazohet gjithë ministria, pastaj edhe gjithë publiku për një diçka, një informat që nuk është se dihet prejardhja e informate, sepse ajo burimi dihet mirë, po nuk dihet sa ka të vërtetë aty. Në bazë të asaj që ne kemi arritur nga burimet tona të jemi të informuar, fare nuk ka të bëjë me të vërtetën për cilat është duke u zhvilluar proces, sepse aty sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë speciale thuhet që ka të bëjë me largimin e disa mobilje nga zyrat e AK-s, ndërsa fare nuk ka të bëjë me ato zyra me AK-n, mirë po ka të bëjë me rregullimin e riparimin e një podromi, pastaj edhe katën e tretë, kulmin dhe disa anekse tjera, të cilat fare nuk kanë të bëjnë me ato të cilat na është bën informim publik. Kështu që unë mendoj që hetimet duhet të përkrahen, duhet të vlerësohen, duhet të ndihmohen nga të gjithë, mirë po hetimet që kanë qëllim zbulimin e kryesave të veprës penale, mbledhjen e provave dëshmuese dhe materiale, mirë po jo spektakle, siç ndodhi sot ishte një spektakël, u lajmëruan edhe mediat që të marrin pjesë aty, të shohin se çka po bën, ndërsa rastin konkret nëse eventualisht shihet që nuk ka pasur gjë të vërtetë, pastaj nuk bëhet asnjë reagim, më u kërkuat falje të paktën aty në zyrtarëve, aty në personat, aty në familjet tyre për cilët janë trazuar gjatë ditës. Po për ju, zoti Smakiqi, si e po atë sot bastisjen, për çfarë bëhet fjalë? Halilaj thotë se ishte një spektakël. Absolutisht, e ndoj mendimin, ju e dini që edhe në raportin e dashit para një vjete ka pasur një konstatim se qeveria ekziston pra korrupsioni galopant qeveritar në qeverinë Kurti, dhe kjo domethënë nuk është sekret publik. Konsiderojmë që prokuroria speciale jo vetëm në Ministrinë e Bujqësisë, po ka punë në të gjitha ministritë, sepse i gjithë krimi dhe korrupsioni është zhvilluar prapa perdes krijuar nga Albin Kurti, kënaqëse për moral politik dhe kënaqëse stafi i tij nuk janë ata të cilët keq përdorin apo zhvatin buxhetin e Republikës Kosovës, dhe kjo është e kundërta, pra pas kësaj perdje të moralit ku po merr edhe vota, pra shumë vota dhe përfiton zgjedhjet që ndron një korrupsion galopant i cili i ka nxjerrë shumë punë prokurorisë speciale, dhe besoj që do të shtohet numri prokurorëve edhe në prokurorisë speciale dhe prokurorit tjera që ky korrupsion të luftohet dhe më në fund asnjë zyrtar publik dhe asnjë ministër, pavarësisht sa vota i merr nga populli, të mos ndihet i privilegjuar apo të mos sillet kundër organeve të drejtësisë, siç po sillet Albin Kurti, sepse ai në këtë mënyrë po thotë edhe lena të vjedhim, edhe ne jena të moralshëm të ndershëm dhe ne i vendosim vetë prokurorët, pra i fitoj zgjedhjet duke trumbetuar se do të ndërtojnë një prokurori sipas shefit e vet. Prandaj unë nuk e quaj spektakël, e quaj një punë shtesë prokurorisë speciale dhe por prezumimi i pafajësisë ekziston për gjithë zyrtarët të cilët janë në hetim, dhe i uroj shumë sukses prokurorisë speciale dhe gjykatës që në fundit ta di edhe publiki se a kemi të bëjmë me korrupsion apo s'kemi të bëjmë, dihen veprat penale, keq përdorimi me subvencione, keq përdorimi në prokurim publik, janë keq përdorimi i autoritetit zyrtar, janë shtatet vepra penale, dhënia e rishpetit, marrja e rishpetit dhe kurdisja të nderave tjera, meqense kodit e procedurës penale ka lejuar dhe është dispozite veçantë ku prokuroria speciale ose dhe prokuroria e shtetit mund të nisë hetimet edhe nga lajmet në media. Pra nuk është çdo qytetar duhet ta tregojë ose ta kallëzojë një vepër penale që po ndodh, që mund të ndodh, dhe gjithashtu nëse nuk ka informata direkte mund të bëhet edhe përmes media, pra nuk e quaj spektakël, por e quaj si më thon zbatim të rendit dhe ligjit në Kosovë. A pajtohen e zoti Halilaj? Me 90% që ka deklarë kolegu nuk pajtohen. Vetë fakti që tha zotëriu që
Albin Kurti po sillet në farë mënyrë të vrasme me sistemin e drejtësisë. Ta kemi parasysh një gjë sot vetëm me një informant të plasuar në media, të cilës fare nuk dihet baza që le ka. Në fakt referuam një artikull. Një artikulli, po. Pra jara 10 mirë për bazë, shihet që prokurori pa asnjë frikë, pa asnjë problem, vetëm pak. Pa asnjë të lash. Pa asnjë frikë. Sankcionime dhe grantet ju e dini për vllahun e fitore Pacullit. Mandej ka pas ministri vetë ka anuluar një vendim për dhënien e granteve, pra ministri vetëm ka pranuar se ka bërë shkelje në daljen e granteve. Pastaj ka dërguar mbi 200 kallëzime penale. Pastaj ka dërguar mbi 200 kallëzime penale për korrupsion që është bërë më herë, duke një traktor ashit mbi 27 herë. Janë të trajtu, është mirë mos më vajtu që atë 250 kallëzime penale, sepse janë të trajtu prokuroria speciale dhe në një rast jam edhe vetë përfaqësuesi dikuj që po trajtojnë ato kallëzime penale. Në rregull, do të kemi rast kur një flet poseduese është frizuar nga 20 persona për 20 hektar tokë, janë paguar subvencione për 400 hektar tokë, aty kanë qenë vetëm 20. Këto janë procedurë prokurorie dhe ju e dini artëtuar dhe shefi i shtabit që ky Azet Sylla ka qenë për procedura 15 vjet. Po, edhe çka ka ndodhur me ta? Pa, s'ka lidhje, do t'i nështrojët procedurës, do t'deli pa faqëm edhe qeverisë që pi përkrati, do t'dolit pa faqëm. Merë zotril që përmende hetimin fillim ka fillu për me deshtu, ashtu që ka fillu deshtaj. Une nuk po kërkoj, unë s'po kërkoj mu shpoll fajtur, kërkush, po kërkoj mu hetu se cili, mos me koni privilegju. Hetimin kërkush të në pengon se edhe me dash nuk më në pengu, sepse prokurorishtit nuk i nështrojët asjen ndikimi vetë fakte. Ai që ka votu zgjedhjet ka thonë ka me marru prokurorin të. Unë se komunisti, nuk e ka thënë, se komunisti as nuk di kush e ka ndëgjuar, mirë, po vetëm vetëm një artikull. Mos dilni me 10 shkurt në punë. Jo, bra, aja ka qenë aspektin politik se s'ka të bëj. Këtë gjithë prokuror ka ndalë punë dhe s'ka mungu asnjë përpos, s'ka pas arsye private. Ndëgjoj kolegin nderuar. Vetë fakti që vetëm një informat jo zyrtare, sot është vënë në funksion policia, krimet e rana dhe prokuroria. Tregon që i kanë durë të lira me vepru brenda qeverisë Kurti. Po, parimisht, hetimet po jo spektaklet. Parimisht hetimet po jo spektaklet. A me kështë të qëllimshme ndaj ministrit Peci? Unë mendoj që është jashtëzakonisht e qëllimshme, mirë, por prokuroria ta provon të kundërtën edhe krejt çka bën rrit besimin në institucionin që drejton. Vetë fakti që vetëm në një artikull janë vënë në dispozicion gjithë mekanizmat, kanë shku ambasisë, tregon që qeveria Kurti nuk është duke penguar tentuar të pengoj punën e prokurorit. Në kohën e mëhershme kur kanë qenë vetë hetues dhe kur kemi në kohën e mëhershme vetëm një pastrues nëse ke prek në cilin do nivel, qoftë në nivel lokal, tu kanë gjuar shpinë të gjithë prokurori, gjykata, qeveri, polici, madje kanë mujt me ndjekë për deklarim tranë nëse një pastrues e ke prek. Sot vetëm pas një artikullit policia shkon mbasi zyra dhe nuk ka asnjë problem. Edhe mendoj që nuk do ta ketë. Unë mendoj që vetë fakti që zoti Lulzim Peci ka dërguar disa përmes zyrtarit ka dërguar disa kallëzime penale, ai është më interesuar se gjithë që aty të zhvillohen hetime dhe varësisht prej provave të procedurës pastaj tutje në prokuroria apo në gjykatë. Unë konsideroj, a vana për ti? Po, vazhdo zot Makiqi. Unë konsideroj se prokuroria jonë speciale është në nivelet shumë të lartë profesional dhe pavarësisht që Gjozi po thotë që ka qenë shpejt hetimi apo pastisja, ata kanë verifikuar se shumë e thjeshtë është të verifikohet një kontroll të prokurimit publik, është shumë e thjeshtë të verifikohet një gjendje faktike që ka ekzistuar, është shumë e thjeshtë të verifikohet dokumentacioni tenderues. Operatorit nëse është të thirr, pse do të thirr mediat paraprakisht me bën njerëz gjykim publik ende pa kaluar në stadin e dytë të procedurës penale. Do thotë në fazën e hetimeve preliminare ju bëhet njerëz gjykim publik, kinse korrupsioni i shkallës lartë, kinse korrupsioni i jakës bardh, kinse kaq zyrtar, kinse kaq milion raste në këtë aty është bërë fjalë vetëm për disa podrume, për disa kulma, dhe fare nuk ka kontrakt me atë. Rezerva shtetërore janë edhe këtu, ku e ka pranuar fajësina e djali prokurimit në rastin e Nagib Krasniqit. Është në plot ministri ka keqpërdorime, ka korrupsion, mos e merr që kanë ndodhur për herë të parë në këtë qeveri. Jo këtë qeveri, mirë po. Gjithë dikasteret janë duke u punuar me korrupsion galopant pas perdes të cilën e ka kriju Albin Kurtit moralit dhe deri para. Nuk mundet kryeministri me kriju asnjë lloj perde sepse ai vetë është në familje krejtësisht i pambrojtur për prokurorisë. Kryeministri yt sa i përket u dol ka thonë ai është kryeministri gjithë shtetëror. Është kryeministri i juaj. Ai është Nagib Krasniqi parlament. Ai është kryeministri i juaj, do të jetë edhe 4 vjet s'po ose 8. Ndëgjoj kolegin nderuar.
Po jo më keni kryeministrin I cili e ka marrë bajrakun e nderit dhe moralit e përmbrapa e ka korrupsion komplet. Qytetarët ja kanë dhënë, se ka marrë, po ja kanë dhënë, sepse ka shku përmes një procesi të rregullt të zgjedhur. Krimin, qytetarët janë ndershëm, din veç me dhon votin dhe kaq. Soi përket më thënë që ka mos harrojmë profesionalizmin tek prokuria speciale. Ne e dimë që një prokurori speciale nuk guxojnë mi dështu 90% rasteve. Që a kemi ndonjë rast të profilit të lartë, të kriminalit jo ka zbarë që është pall fajtor. Do raport krimit. Do raport krimit. Kekut e ka pranuar fajsinë në rastin e Plasnikit. A është dështim ka? Mos ngutmi. Ku kemi rastin e 53 milionit, ku kemi ato autostrada që kanë miliarda janë shpenzuar. Ku kemi rastin e Kekut, ishin ndërtuar edhe 3 korporata energjetike të tjera so janë investuar ke kuansat, ku janë spitalet, ku janë gjitha ato, do thotë ku janë ato rruga, autostrada, të cilat janë shpenzu miliarda euro, ndërsa kemi një gjendje 8 rrushme. So përket veç merr shembull Kekun që kemi ne. So para është hyrja në atë korporat, sigurisht një ose dy korporata të tjera ishin ndërtuar të reja. Mirë, po krejt korrupsioni i çeverive të kaluara, do thotë edhe ai s'ka qenë në mënyrë korrupsioni I fshet, ka qenë korrupsioni I hapur pikërisht s'ka bërë që ai të funksionon forma që ekziston, mi vetëm mi shiqua ato kontrata. Qysh janë lidhë, do thotë ne kemi rast kur duhet mi dhon servicë rrym dhe mi pagu servicën që po na merr. Në farë mënyrë janë korrupsion tepër I hapur dhe nuk ka asnjë lloj hetimi për këtë çështje. Madje edhe me shkupe të informata në prokurori për ato tema ta morën se diçka. Nuk ka në kështu të vërtet. Është janë drejtori Kekut. Janë hetu për mi pastru. Do thotë asnjë rast, kolegë nderuar. Që në plot ti leje. Asnjë rast. Ka pas hetive mi pastru, ka pas procedura, janë shpoll pa fajshëm. Ku janë shpoll? Po janë shpoll. Janë shpoll në Prishtinën Malisheu, po jo në Strasbourg tash ti mos e morën parasysh. Mimoza ka qenë hetuar për korrupsion për Kec. Shpitin e Kec. Çka ka ndodhur atje? U shpolla pa fajshme ju kanë nështruar procedurës. Në rregull. Mirë, po vetëm që a kemi ndonjë rast? Unë s'pa tham gjithçysh mu denu këta ministrisë të Faton Pecit, po le të hetohen. Mu hetu patjetër, mu hetu edhe ato në mënyrë të papengune. Bile. Unë kisha bën thirrje prokurorit, kushdo që ja pengon hetimet, kushdo që ja frikson, qoftë atë tërthurazi, prokurori duhet me raportuar më njëherë me marr mosa. Pse? Ka kalu koha kur janë kapë gjyqtarët për kravatë dhe janë ngres varr para gjykatës. Ka kaluar edhe kohë kur nuk duhet kthehet më. Për 25 vjet nuk kemi asnjë gjykime që hajgar kanë qenë sa për. Jo, ka qenë ka lëvujtë edhe dënimin për atë punë, se peti ku palët. Po çfarë dënime me job, dënime simbolike se sa një kaftjale. Dënim me bërë pas ka harru. Ndëgjoj kolegë nderuar. A kemi ndonjë rast të korrupsionit e Jakës së Bardh, dorës parë korrupsionit për 25 vite që ka marrë dhe ka vujt dënimin? Edhe nëse ka filluar hetimin ndaj tij kanë filluar vetëm për mi pastru. Vetëm shiqoj rastin e veteranëve. Kemi 12 veteranë të cilët kanë lindur në luftë dhe sot morën pensione. Kush e ka bërë këto? Kush mund të më arsyetu këto mosdijes? Kanë lindur në vitin 98, 99 dhe sot janë veteranë luftëtar. Do thotë kush e ka bërë këto? Kush e ka bërë këto? Aty nuk kena pas kur një kryeminist që don ka thonë mos e hetoni, mos e akuzoni se janë të mirë, un jam para tyne, un jam mas tyne. Se zoti Smakiqi ju po e konsideroni që Kurti po e bën këtë, që e thatë ju? Kurti ka dalë në parlament, ka dalë në gazeta, në televizione edhe I ka mbrojt ministrat e të shumë për korrupsion. Po nuk mund të mbrojnë prokurorin nëse ka prova, kolegë nderuar. Zoti Alila ju e konsideroni që Kurti I ka mbrojt ata që po dyshohen? Nas në rrethon, Asnjë person të dyshuar të cilin e ka mbruar. Asnjëherë s'ka ndodhur në histori të ju e dini qeveritë. Pse më shkarku? Derisa kanë qenë duke kryer punën. Pse më shkarku? Cila ka qenë arsyeja më shkarku? Pse më shkarku? Është çështje edhe etike. Nëse ka ndodhur një vepër aksidentale, ajo është për falkrimi, po. Nuk mundesh me kryej funksionin se mundesh me pengu hetimet. Për shembull Rozeta Hajdari ka mujt me pengu hetimet për rezerva shtetërore duke ndërhyrë në dokumenta sepse ka qenë ministra të brenda ministrisë. Ka qenë rrezik për hetimet. Se prokurori nuk bën kërkesë për saktime para burgimit apo arrest shtëpiak se fare mos me lë apo ndalimin e ofrimit të vendit ku pretendohet që mund të gjetë provat për cilat e dëshmojnë ose provojnë në vepër penale. Pse se mor prokurori këtë veprim? Kush ndaloi prokurorin?
Është çështja e standardit etikës një qeverie, një kryeministi kur një varg. Mirë, po çone nuk po jam në nivel të standardit etikës, lidhet me ta. Mirë, po prokurori shtetit kush e pengon me caktuar mosën ndalimit për dyshitetor dhe me bë kërkesën në gjykatë për shqipimin e çdo mos. Po kundërshton se Bastistin ç'është në interes të mbrojtjes. Bastistin e prekrojnë plotësi, jo. Bastisjen, hetimet, mbledhjen e provat gjithsesi. Mirë, po jo me qëllim të bëj spektakël, jo me thirrje media dy përpara, më bën njerëz që kanë problem. Mediat kanë interesim se publiku duhet ta di çfarë bën institucionet. Kanë interesim pse nuk patën interesim. Pse nuk patën interesim në raste më hershme në 20 vjet, pse patën atë interesim asnjëherë. Jo bre ka pas Bastisi. Jo ka pasur gjithmonë interesim zoti Halilaj. Kanë pasur interesim për kanë pasur gjëra që janë vënë sipërfaqe është për shkak të punës së mediave që kanë bërë. Është akuzuar Fatmelim edhe shkolli pavajshëm. Ku është shkolli pavajshëm? Ku është shkoll? Në Xhakov. Pe çikotës e Oleksit. Në Xhakov. Çu ka qenë për batutë të gjykos? Ja, Xhakov ka qenë për krime lufte, mos e përzi. Në Prishtinë ka qenë Mirë, për beratë të gjykos çu ka qenë? Po, paneli çu ka qenë? Dy shqiptarë, një zyrtar e Oleks, me 2 vota kanë vetë. Po, pavajshëm kanë nështruar procedura u doli pas. Ne di është po pavajshëm, do të më konsideruar ashtu sepse është një vendim gjyqësor, pavarësisht. Mirë, po ne e dim besimin në nivelin e besimit të institucioneve tona, për ndryshe. Ai ka një vendim formës të pavajshëm. Kjo dëmshme zoti Halilaj thoni që ne e dim nivelin e institucioneve. Vetëm diçka se ishte një pyetje. Që kam një pyetje për Halilajin, i cili tha se ne e dim me çfarë gjykate kemi të bëjmë. Pse është kjo një deklaratë dëmshme, edhe që ndikon në besimin ndaj institucioneve të drejtësisë? Deklarata jam kur, unë jam një qytetar. Besim ndikojnë vendimet e gjykatës që shumë herë ban spektakël. Në fakt jo vetëm ju, këto deklarata vijnë edhe nga pushteti. Jo nga pushteti. Shqyqë vlerësimin e gjithë mekanizma ndërkombëtar. Shqyqë vlerësimin e ambasadës amerikane dhe britanike, ku thonë Kosova ka një sistem të kalbër prokurorial. Kur dëni ju, e thirrni kryeprokurorin, kryeprokurorin dhe ballafaqojnë me to. Nëse nuk mu ja provoj këto, unë kam e kërku mundit prangat. Nëse nuk, ka njerëz që ndiqen për vepra që nuk ekzistojnë fare në kodin penal, që nuk kanë ndodhur, as në kohën e regjimit nuk kanë ndodhur. Po zotëri, ti din konkret rastet. Ka njerëz që ndiqen pas një ankus, ka njerëz që ndiqen pas një provë, ka njerëz që kur ta vujnë dënimin pastaj shpall pafajshëm. Kush janë ata njerëz? A kam qenë njëri prej tyre për 6 vjet. A jam ndjek për që s'ka ekzistuar fare. Vetëm qëllimi, se nuk pa duhet ashtë me personalizuar misionin. Vetëm qëllimi i bandave të klanet pronto dhe shikut hajta diskreditojmë. Unë jam njëri prej tyre. Le të vjen kryeprokurori kur do mballafaqoj me to tamam juridikisht, me një kulturë të lartë juridike. Nëse ka guxim në aspektin moral, pa thamë, jo, tjera se unë nuk e rrezikoj kërkonin. Atëherë unë kam javaduar mirë, po asnjëherë nuk e morën guximin, pse e din që kanë vetë brenda prokurisë. Një prokuri e cila ndikohet vetëm prej media, për shoqata organizata, ndërsa kur i shkojnë ose në apel i bin krejt, ose në supreme, pse? Gjykata apelit dhe gjykata supreme pastaj vendosin bazë aspektit normativ dhe ligjor, jo në bazë të aspektit filozofik e politik, pastaj në ju nuk e shënit arsyeshme që nëse ka një artikull të botuar dhe që ka dyshime në lidhje me diçka prokuroria mos më e marr parasysh atë artikull? Jashtëzakonisht parasysh është sektori i analizës brenda policisë të Kosovës që ekziston, duhet të bëjë analizë. Ndoshta është bërë analizë. Pe pramshet ose prej sudit, jo. Mirë edhe unë përgëzoj nëse ka arrit aspektin e rekord me bëjë atë analiza. Mirë, po çka kur po dalin njerëzit pa fajshëm. Pse duhet të bëjnë gjë gjykim publik gjithaj me çën rastet kaq mediale kur jemi në fazën fillestare të hetimit, në fazën e parë procedurës apo në fazën parapenale. Do thotë zhvilloj hetime, krye punën, po mos bën spektakël. Ne e shohim gjykata speciale sa punë kryen dhe nuk shihen as veprimet e tyre, veç kur ndodh rasti. Po të bëjmë në kulturë juridike. Ti zhvillojmë hetime, te kryejm punën, po pse ti trazojmë njerëzit? Ata njerëz kanë familje, ata njerëz kanë gra, kanë fëmijë, kanë prind. Pse ti diskreditojmë njerëz? Kemi ardhur në një stat ku mendoni që po bëhet kjo për ta diskredituar Ministrinë e Bujqësisë, e cila udhëheqet nga Fatën Peci? Mendimi im personal është po. Mirë, po mendimi personal nuk prodhon efekt juridik, nuk mund të marrë kuas prokurorës kërkosh. Mirë, po mendimi im është në mos të madhe po. Pse? Pse e din raste të tjera çka kanë ndodhur. Mirë, po edhe një herë baj thirrje prokurorit special. Le zhvilloj hetime ndaj secilit duhet me zhvilluar hetime, edhe gjithë zyrtar policor duhet me qenë në nivelin e tyre me zhvilluar hetime, marr informata, ato informata mos i marrin shpërimi folën për odra për kafe, mirë, po krejt me çu ku duhet, sepse vetëm me një shtet ligjor na mund na merres përpara. Përndryshe askush nuk na pranon familjen e tyre. Mirë, po hetime, me bëj hetime për qëllimet e hetimit, jo për qëllimet e në interesin të çfarë lloj grupi apo subjekti, edhe për kryeministrin, edhe për ministrin, edhe për presidentin, edhe për avokatët, për secilin me bëj hetime. Pse jo? Kjo e bën një shtet shnosh në aspektin ligjor dhe e krijon një klim ku edhe investitorët vinë investojnë te na. Përndryshe nëse ne kemi një rast, nëse identifikojmë një vend
ku hetimet bëhen në mënyrë selektive apo bëhen vetëm sa për t'i larguar disa njerëz qoftë nga skena politike apo çfarë do qoftë, atë nuk na beson Zoti Smakiqe, apo e mendoni ju të njëjtën sikur Halila, i cili po e përmend edhe kështu largimin nga skena politike, a mund të ketë tendencë ndaj Ministrisë së Bujqësisë në këtë rast apo jo? Kjo është fort. Zoti Smakiqe, të humbëm. Dhe ky narracion. E kemi prap? Po, Zoti Smakiqe, vazhdo, lutem. Ky narracion është i ndërtuar për Albin Kurtit, i cili përveç se ka sjellja diktatoriale dhe anarkiste kundër sistemit drejtësisë, po të ishte një kryeminist normal, edhe ministri Peci dhe ai do të dilnin thotë ta përkrahanin aksionin apo bastisjen dhe do të thonin që ne do të bashkëpunojmë me prokurorinë speciale për të zbardhur çdo pretendim për korrupsion brenda ministrisë dhe qeverisë të cilin e udhëheqim ne. Po vetë fakti që kanë çu 240 kallëzime penale tregon se janë për hetime. E perdes së moralit, po do me thonë, hetën am shepër, mos na shep publik që kena desh me vjedha, jo, ata s'po thonë, unë po tham, po zotri, kemi ardhur në një vend. Një qeveri normale dele përkra aksionin e policisë dhe të prokurorisë kur e udhëheq në institucion dhe i thotë do ta ofroj që të gjithë bashkëpunimin tem dhe do të pezulloj nga puna të gjithë zyrtarët e dyshuar. Nëse prokurori vlerëson se qëndrimi i tyre në vendin ku dyshohet se ka prova që provojnë një diçka të tillë, atëherë prokurori do të thotë ai që do të marrë veprimet përndryshe derisa prokurori nuk e ndin të rreziku që i cënuar hetime. Nuk del me përkro aksionin, në të bashkëpunojmë me prokurorinë speciale, po del atje në foto të Boba i Bukës, ku ishte të buzëqish, kishte unë nuk ni për këtë prokurori. Po kjo është... Jo, kjo është paragjykimi, jo jeni paragjyku kolegi, jo. Po jo, më ai vend tash ato dalë ty kesh për ditë mirë, po nuk do të çestë për kanë. Del ban foto të buzëqish, kishte unë kam 130.000 vota, asoj ka marrë se kur Farencie s'ka. Ti mund të më pas 300.000 vota me ka hojnë më i madh i këtij vendi. Jo, s'ka të bajnë, nuk edhe prokuroria nuk do të filloj kalkulime. Po kishte unë kam vota, s'ka çon pa prokuroria mu. Po nuk varet vendimet e prokurorisë prej numrit të votave tas ku. Unë se kam asë votë, mirë, po as nuk mund më ka prokuroria se s'ka prova. Normalisht dosh me shoqit komunikat që po them unë me koministër, e ti me kozëvend si jemi ose zyrtar çado që për krahun prokurorisë. Zoti Smakiqe mos po nguteni se ndoshta pas pak mundet edhe zoti Peci me reagu në lidhje me bastisjet sot. Jo, ka reagu me fotografi nga Boba i Bukës. Ju e merrni atë fotografi si reagim? Jemi paragjykim kjo. Është reagim kjo zoti Alilaj? Kjo është paragjykim. Derisa ministri nuk është duke pengu kërkan. Nuk ka asnjë lloj pengese. Po pse të çoni komunikat? Pse se shojmë ka bastis ministria? Ministria ka dalë me komunikat. Në fakt ministria e Bujqësisë ka demantuar artikullin i cili i ka nis këto hetime. Ka treguar mirë detajzuar për çfarë bëhet fjalë. Është në faqen zyrtare madje në Facebook. Po. E kemi atë shkrim ku është demantimi. Pikërisht ku nuk ka vaj fare me zyrat e akës, as nuk ka kontrat, me so ka më informacione me akën, me aty për aty. Po mos e merr më borën e pavajësisë do gaz, mos e merr se nuk di kur çfarë prokuroria speciale është shumë serioze, nuk ka bë bastisje ç'po mendon ti me një fjalë gruaje. Po ku merr me qenë serioze, na lutem me qenë serioze se ka verifikuar se nuk ka çfarë prokuroria speciale. Ne lutem me qenë serioze jo vetëm prokuroria speciale, po secili nivel i prokurorisë, po edhe çdo mekanizëm tjetër ligjor që vepron në autoritetin e tij. Mirë, kanë qenë verifikuar me kontratat e prokurimit, kanë qenë verifikuar me gjendja faktike para dhe mas. Prandaj prokuroria speciale ka pasur si dyshim të bazuar mirë kur e ka bë bastisjen. Mirë, sa raste të tjera e kemi që kanë dështuar gjykat krejt. Sa raste kemi që kanë dështuar në gjitha nivelet e gjykatës. Kemi me përqindje jashtëzakonisht madhe, që është shqetësuese. Unë po du me thonë, ata zyrtarë që janë bastisë dhe që janë ndalu janë të pafajshëm, me prezumimin e pafajësisë. Mirë, po ministri udhëzosh me çu komunikat që e përkrah aksionin e prokurorisë. Kaç? E jo me qitë fotografi si ka u bëj, kështë mu nuk ma ninë, se më keni votu mu, unë tash jam tjoni bo. Vajmë për fotografia kolegu, e ti postojnë fotografi tonë ditën, për nuk e bojmë për asë qëllim sa. Po jo, ti vjen pa përgjithshmëri totale, ty tu ka bastis ministria, ti e shkun Boba i Bukës, edhe nuk ninë për këtë shtetë. Zoti Smakiqe, a nuk është mjaftueshme në fakt një reagim përmes rrjetit social Facebook në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë, ku tregon i paraqet në mënyrë kronologjike fakte lidhur me projektin e renovimin e objektit në Ulpian. Pra, atë vend cilin e ka pas Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më parë, edhe i ka rendit të gjitha këto për ta demantuar artikullin. A nuk është ky një reagim? Unë nuk mendoj që kjo është publikuar pa konfirmimin e ministrit Peci. A di që është me rëndësi këtë? Me rëndësi është mos i pengu hetimet. Kjo është gjithçka.
deklaratat tona, të imi e kolegit, nuk kanë asnjë efekt juridik. Fotot e ministrit nuk kanë asnjë efekt juridik. Se Albin Kurti ju ka hamës me dalë punë për 10 shkurtit. Prandaj shihet sa pas ka marrë serios prokuroria deklarat që ka mujt me qenë informa i korps ose komuni. Mirë, po vetë fakti që prokuroria e policia veprojnë lirshëm tregon se nuk janë të ndikuar nga poshtëtia në asnjë rrethon. Përndryshe, ti shpjegon vetëm 4-5 muaj e kishe po. Fakt zoti Halilaj, dihet që zoti Kurti jep deklarata të tilla për prokurorinë. Për shkak se ai ende as vetë nuk ka shkuar dëshmoj në prokurorinë pas sa ftesave të cilat i ka marrë. Po i fton në zyrën e vet. E dim se nuk e refuzon dëshminë. Pse nuk veproi prokurori? Ata thashun në studion e ju, pse nuk refuzon, nuk veproi prokurori? Pse ishte krejtësisht e paleshme. Ishte dëshmitar, ai është subjekt procedural që prokurori ka nevojë për to. Se të keqe s'ka me shku kryeministri, nuk ka të keqe kur gjë. Mirë, po prokurori ka interes për. E pse mendoni që nuk shkon? Çështja e tina. Mirë po, çështja e kryeministit. Mirë po, unë mendoj që prokurori duhet me marrë informata aty ku e gjen, sepse atij duhet, ai e heq hetimin, edhe ai mbi këtyre ka me procedur para gjykatës. Unë nuk di pse me kriju, edhe kjo është një lloj spektakli. Pse me kriju në një rrethon tillë ku shkëmbë çaj zyrtar policor, kemi 10 raste. Unë vetë si jetues në fami 700 deklarata e komor, kanë ka qenë ty livruar, shkoj komor deklarata ndora ti s'an keqes ka po pse mua më ka dorë deklarata raste konkret. Prokurisë për vjet, pi duhet. Shko merr dhe vazhdo tutje. E nëse e refuzon dëshmin, atëherë janë procedura të strikte ligjore që duhet më apliku. Mi pa nuk e refuzon. Nuk po refuzon, po nuk po shkon. Pse nuk veproi prokuroria tutje pra tani 2-3 javë mas asaj urdhëse, pse nuk veproi? Cilat janë veprime tutje, zoti Halilaj? Cilat mund të jenë? E ka gjykata urdhëresën ligjërisht do të më dërgu stacionit policor të cilin. A mund të arrestoj? Vetëm pak, jam të shku aty. Ligjërisht po flas, e ka stacionin policor që e ka në zonën e përgjithësisë, që vjen që është stacioni qendra, dhe ata duhet me shku me ja prezantu kryeministit dhe me kërku që duhet më paraqitet në prokurin në rakash. Nëse refuzon, kryeministi pastaj duhet të njoftohet gjyqtari që ka lëshuar urdhën dhe të veprohet me veprime të tjera, po jo me janë gjithë prongat. Duhet të pas pa kujdes. Se nuk veprohet brenda të formën që hajt për gjithçka t'ia vendosë njerëz e prongat. Se boll ka qenë ashtu. E aq më tepër numër të ekzekutivet. Unë nuk e di çysh prokuria lëshohet në atë nivel, ftesën e parë që ja ka çuar para nuk i më dënu me xhob, mos më arrestu dhe në 30, kur këtë baj me një nivel të kryeministit, nuk këtë baj me një person të rrugëve, dhe thot, vetë në qasë e prokurisë, unë e mendoj që ka qenë e ngushtme, edhe nuk janë apliku disa procedura tjera, ma të buta, unë mendoj që së dhe punë i shkry. Ose ka mu qysh ka veprua, ose tjerë me aqu ftesën, ose me qu zyrtarët aty, me intervistu në zyren ku e ka. Pse? Edhe është institucion, edhe është objekt shtetëror. Edhe nuk në asnjë rrethon nuk e ban më të pavlefshme, më të pabesueshme, më pak relevante, provën se sa si ja morën prokurisë, si ja morën ndërtesë qeverisë. Askon kodi procedurës penale nuk e përmend objektin e prokurisë as policisë. Thotë duhet më marr deklarata. Ku zgjedh me marrë diçka tjetër. Unë nuk di pse më bën gjithë këtë temë kur ka mund ka qenë veprim procedural edhe çe. Çka nëse vërtet kryeministi thotë nuk më kujtohet asgjë. Ata më marr me dhunë. Atëherë bëhet provë pa pranueshme. Kështu që do të më motivu dëshmitar, nuk luftohen dëshmitar, nuk përndjekën dëshmitar, nuk etiketohen, nuk shtrëngohen dëshmitar, ai nuk është palë në procedurë, as nuk është i pandehur, as nuk është i dëmtuar. Është palë që prokurori apo gjykata ka interes për to. Prandaj nuk di pse shkohet me këtë formë kaq të vrashta kur ligjvendësi ka para pobre rrethona shumë më të buta, metoda shumë më të buta. Nuk shkohet më një herë te prongat. Prandaj unë mendoj mënyra ka qenë prokurisë ka qenë fillimisht e ngushtë, pastaj ka derivuar në situatën që jemi sot. Mirë, po çka ka ndodhur? Është blloku krejt procesi. Për çka? Për një kokë forci. Kujdes. Kokë forci e quani. Po ka pas mundësi të tjera. Ti nëse e met vetëm në deklaratën e kryeministit, atëherë ajo kurrë se mbi bazën e një prove, edhe ashtu nuk punet. Po ndoshta ajo deklaratë është e rëndësishme, zotëria. Është e rëndësishme shkamerë. Mirë, po jo me çit kurth aty. A mundet tash kjo me ndiku edhe une si një qytetare e Republikës Kosovës, me dash të prokuroria me ma marrë një dëshmi, mi thonë prokurorisë hajde tash ti merre dëshmi nëse të vynë të une. E njëjta procedurë se shoh kryeministrin edhe mendoj që edhe une duna me e njëjta procedurë zhvillohet si për rastin e kryeministit. Është dikon ne tash i lëm gjatë ditës në 3-5 nëse s'gabaj kodit procedurës penale ku rregullon këtë çështje. Të deri më qenë gabon sepse kemi pas gjatë ditës gjykime dhe më qenë të lodhën. Mirë, po me sa dim kanë është në 3-5 sekondë procedurë penale. I njëjta për të gjithë. Mirë, po duhet me bëj pak një dallim brenda qytetarit edhe dikujt që ka një që ka detyra shumë të larta se veprojnë ligjin njëjtë për krejt. Jo, ligji do të veprojë njëjtë. Se e thep paraprakisht tash që ligji vepron erga omnes ndaj të gjithëve.
se këtu nuk kam çfarë përdor terminove nxjellje latine se s'jam interesuar me ju tregu njerëz që ka mësuar në fakultet. Mirë po. Është pak ajo una logjike, është pak ajo una arsyeshme. Edhe unë komunë thëtë më thonë ju vendoshe me ardhë intervistë, hajde, që nga vetuar, mi po jam marë, pse, është pak një farë mirë kuptimi. Edhe në këtë rast, nuk duhet më krahasu një qytetar ose një gazmend që është avokat, që i ka vetëm lëndë klientit tina, me një kryeministër që ka barë në gjithë shtetet, e aq më tepër të di që kemi statën me Serbinë dhe me shumë shtete tjera. Edhe ata është na me pasi luftë të brendshme në zëti krejtësisht të panevojshme. Zoti Halila, ju falenderoj shumë për kohën që gjetët për më marrë në studio edhe për me diskutua dhe për Bastisjan. Nga Bastisjan, Ministrinë e Bujqësisë, dorim tek dëshmia e Kurtit në prokurori, mirë po ju falenderoj shumë. Edhe Elba e thirrni prokurori special dhe gjithë prokurorët tjerë, pa asnjë hezitim hetime ndaj secilit mënyrë strikte ligjore, të pandikueshme, vetëm këtë formë mundna me siguri një shtet ligjor. Mirë po hetime për qëllim të hetimit, jo për qëllime tjera. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit dhe juve. E falenderoj gjithashtu edhe zotin Smakiqi, për cilin regjia më njoftoi se nuk e kemi më. Mirë po e falenderojmë për kontributin në debat me zoti Halilaj. Dhe për fund, si zakonisht të nderuar shikues, fundi i gazetës i dedikohet sportit, ku Kosova sonte do ta ketë një ndeshje me Islandën në play-offin e Ligës së Kombeve. Shkojmë një herë me një storje, para se të shkojmë me gazetarin ton atje Floriani, i cili do të na tregoj pak nga atmosfera në afërsi të stadiumit.